Zoti Lima, si e keni parë rolin Albin Kurtit kundrejt protestës në Shqipëri, teksa akuzohet se ka dërguar njerëz të tij për t'i dhënë më shumë dhe për t'i hedhur më shumë zjarr protestës përpara kryeministrisë? Albin Kurti nuk e shet Kosovën. Përkundërzi, Albin Kurti liroi urën e Ibrit Jemali francezët dhe hoqi të gjithë shtetet paralele në Kosovën e Veriut dhe bashkoi Kosovën e Veriut me Kosovën, që Thaçi, Rama, Grenelli dhe Vučići dhe deshja e Serbisë. Pra dhe tha shumë mirë, unë nuk shes Kosovë, tha, nuk shes Shqipëri. Populli e Kosovës nuk e komandon askush. Populli i Kosovës është i lirë dhe mund të shkojë kudo në mënyrë paqësore të bëj bashkimin për protestë. Ashtu si luftëtarët e Shqipërisë u bashkuan për çlirimin e Kosovës me armë, për çlirimin nga pushtuesit serb, tani qytetarët e lirë të Kosovës pa armë në rrugë paqësore u bashkuan me popullin shqiptar për të çliruar Shqipërinë nga kjo vjedhje, nga ky shkatrim i shtetit shqiptar, si dy shtete vëllezër, si dy shtete aleate dhe dy popull vëllezër. A shikoni Albin Kurti një figurë që mund të bashkojë Shqipërinë me Kosovën dhe mund të sjellë atë përbashkim po themi të shqiptarëve kundrejt kombit? Edi Rama e ka publikuar zyrtarisht që bashkimi i Shqipërisë me Kosovën është një ëndër e shekujve të kaluar dhe bashkimi i tyre do bëhet bashkimi evropian, sikur bashkimi evropian, zoti Rama, Franca nuk ka kufi me Gjermaninë dhe vendet tjera. Bashkimi evropian është një bashkim ekonomik me lëvizje të lirë, po kufiti ka me 1 centimetër. Dhe Edi Rama çka na thotë që bashkimi do bëhet bashkimi evropian, jo zotëri. Bashkimi evropian nuk bashkon kufit toksor, është lëvizja e lirë dhe bashkimi politik dhe ekonomik me dysyre. Ndërsa Kosova fatkeqësisht, kur ishte Hashim Thaçi kryeministër, bëri kushtetutën dhe neni numër 3 kushtetutës ndalon bashkimin me Shqipërinë. Pra, Kosova ka të ligjëruar mos bashkimin me Shqipërinë, e ka bërë tradhtari Hashim Thaçi me grupet e tij, nësa Edi Rama tradhtari tjetër deklaron që nuk bëhet bashkimi se një ëndër e shekujve të kaluar. Pra, duhet ndryshuar kushtetuta në Kosovë dhe duhet largohen këta tradhtarë të kombit shqiptar ka pushtuar Shqipërinë, që me referendum sipas ligjeve ndërkombëtare të bëhet bashkimi dy shteteve tona. Pra, brenda ligjeve, brenda konveneve ndërkombëtare, brenda rregullat demokratike. Si mendoni, a mund të jetë Albin Kurti ajo figurë që mund të bashkojë Kosovën me Shqipërinë? Dhe nga ana tjetër të fundos një herë e mirë Edi Ramën? Do kohë se s'është e lehtë. Duhet në radhë parë të pastrojmë këtë klasë politike anti-shqiptare që kemi 35 vjetë, të bëjmë referendumin e madh popullor për kalimin e sit të gjitha ligjeve nga 92 deri më sot, të kërkojë një presidenti dhe anëtarë dhe gjykatës kushtetuese të zgjidhen me referendum popullor të mos kenë varësi partijake, të kërkojmë që kryeministri ku është shumë i suksesshëm, jo më shumë se 2 herë nga 4 vjetë, të shfuqizojmë dhe të anullojmë të gjitha ligjet e investitorëve strategjik dhe të paketet të maleve dhe të gjitha përfitimet që kanë marrë të rikthehen vendit, të anullojmë komplet marrëveshjet e vjedhjes së naftës dhe të mineraleve dhe të kthehet pasurisë kombëtare dhe populli shqiptar ulëzon po të merret kjo pasuri e madhe dhe pensioni 500 euro shpak vetëm shumë. Pra duhet revolucion i madh, përmbysje e madhe e kësaj klase politike tradhtare, hajdute kombëtare. Zoti Lima, a mendoni se Edi Rama për të korrigjuar raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe me vende të tjera është duke shitur interesat e Shqipërisë? Unë kam thënë deklaratat e pashme, jo vetëm unë, por edhe të tjerë. Edi Rama është hall.
Edi Rama në Bashkimin Evropian është i nur grata i pa shpallur me shkrim. Sepse Edi Rama vrapoi me vrape shkoi në bordin privat të paqes të Trumpi. Edi Rama vate bëri skandalin në Izrael. Dhe si ishte mundur që një kryeminist rrit 3 ditë në Izrael. Ndonjë 3 ditë që bëri planet e shkatrimit të Shqipërisë. T'jap Sazanin zvërnes në një bregdet e Shqipërisë të joja me investime strategjike të kolonializoj Shqipërinë dhe të vinë izraelitët dhe populli shqiptar të vazhdojë rrugën e saj për të praktikuar ateun. Pra, Edi Rama nuk ka çfarë bën më se ka bërë keqen më të madhe. Shqipëria sot nuk është më 28.000 km2. Që nga Butrinti e deri lart Shqipëria është dhënur dhe kolonializuar nga të huajt, ndërsa Sazani dhe Zërnesi nuk janë më në hapësira. Gjykata kushtetuese do maj përgjegjësi një të ardhme të afërt kur të rrëzohet kjo klasë politike që nuk vepron me urgjencë, siç ja kemi kërkuar ne me shkrim dhe e pranuar me protokoll, që nuk mblidhet të anulloj urgjentisht Sazanin dhe Zërnesin. Lere ti në retorikën. Problemi është për zgjidhje të mëdha strategjike kombëtare. Leri karrierat e partitë. Këtu problemi që ata fatkeqësisht po e zvarrisin dhe po e lodhin atë protest se nuk ka një leadership shkencor të zhvillimit të Shqipërisë. Është vetëm leadershipi apo fshihet edhe diçka tjetër? Nuk ka leadership brenda. Nuk lejon leadership ata brenda. Po pse? Prandaja mungesa e leadershipi politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak, e cila duhet koordinonte në mënyrë të shkëlqyer programet e brendshme dhe kombinimin diplomatik me NATO-n, me Bashkimin Evropian, me Shtëpinë e Bardhë, zero. Dhe këta do marrin përgjegjësi sepse kanë pushtuar, neutralizuar zhvillimin e proteste mallore. Kanë shkuar shumë njerëz, kanë shumë njerëz intelektual me vlera dhe nuk u jap lejen as të flasin në podium. Pra, kanë monopolizuar. Pse ndodhi gjë e tillë? Sepse është krijuar një bord jashtë quajtur pa nivel, i futur PS-ja, PD-ja, Shiku dhe tjerë brenda saj. Po, grupi koordinues i protestës në një listë që kishte hartuar, pra dhe një sër kërkesash, kishte dërguar dhe një letër gjithë ambasadave në vend, të paktën sa është publike në media. Unë si Instituti Politika dhe Sigurisë Kombëtare dhe krijuam një bord dhe u kërkova të ulemi në tavolinë, bashkarisht ata nuk erdhën. Dhe ne ja kemi dërguar shkresën NATO-s, Bashkimit Evropian, të gjithë shtetet e Bashkimit Evropian, të shtëpisë Bardhë dhe Kongresi Amerikan, ndërsa e bordi atje do mbaj përgjegjësi për pasojë që sjell kësaj proteste madhore. Po sa i përket sulmeve që po. Nuk është mendimi im personal, është mendimi i gjithë intelektualëve të profesorëve dhe kuadrove madhor të Shqipërisë brenda dhe jashtë shtetit, që ne shkëmbejmë informacione ditore. Pra, protesta nuk ka leadership politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak, po ka një grup i cili kërkon bë leadership ku nuk ka të nivel. Po nga ana tjetër, sulmet që ka kryer Edi Rama kundrejt protestuesve të caktuar, si cilësoni, konkretisht edhe ndaj Dritan Goxhait? Konfliktet personale nuk zgjidhin gjë, ndërsa paraqitja e programeve shkencore dalës nga krizës politike, ekonomike, diplomatike dhe ushtarake pa emra të veçantë, po me studi të përsosur nuk ka ç'kundërshton as Edi Rama dhe askush. Sa luftat personale në nuk na interesojnë. Po sa i përket denigrimit të figurave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si e keni parë teksa Taula Mballa publikoi dhe një listë, një form listë pagese kundrejt disa
ish ushtarakëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku biden në sy edhe heroi Tahir Sinani. Për shfatkeqësi e madhe që Taulant Balla është kryetari grupit parlamentar Partisë Socialiste dhe ngatron luftën shqirimtare të Kosovës dhe luftarët që luftojnë në Kosovë me problemin e madh që ka Shqipëria për mungesën e shtetit demokratik dhe ligjor, për korrupsion dhe krimin ekonomik, probleme janë të ndara. Dhe populli i Kosovës është popull shqiptar, janë vëllezërit tanë dhe kanë të drejtë të demonstrojnë në mënyrë paqësore për kërkesat e popullit shqiptar dhe Edi Rama dhe Balla dhe shokët e tyre të mos nxjerrin armiq të jashtëm iranian e sharuan emrin, po të shikojnë armiqsinë të vetë tyre që shkatëruan Shqipërinë dhe lanë popullin në varfëri të skajshme, ku vetë tyre janë bërë super të pasur e botës, kur pasuria kombëtare është monopolizuar në duart e tyre dhe populli është ditë hallit dhe 2.1 milion banor braktistan dhe unë, nësa pjesa tjetër, pjesa e ndershme e popullit shqiptar, shtresat e mesme të varfra, bëjnë luftë për jetë në të vend begat që do ishte zvisit sot. Si e cilësoni projekt ligjin e ri të iniciuar nga qeveria shqiptare sa i përket shitjes së tokave bujqësore tek të huajt, ku Edi Rama e sqaroi pak ditë më parë se ky ligj i shtrin efektet 7 vite pasi Shqipëria të jetë antare e Bashkimit Evropian. Është vazhdimi i strategjisë së tyre të shpërbërjes së Shqipërisë dhe të heqjes së 28.000 kilometrave që mezi ka mbyllur Shqipërisë. Ashtu si Dasazani zvërnesin që gjykata kushtetuese po flegjum dhe antarët e gjykatës kushtetuese një ditë do përgjigjen para ligjit se janë drejtuar zyrtarisht që më njëherë të pezulloj marrëveshjen e Sazani dhe zvërnesit që ka shkelur suverenitetin kombëtar dhe akoma nuk po mblidhet urgjentisht, ashtu si dhe SPAK do kemi shuar dosjen për tradhti kombëtare dhe do thrasë Ramën urgjentisht hetim penal, po bën një hap pa dy, një hap pa dy mbrapa do marr përgjegjësitë edhe ata para ligjit. Pra, kushtetuta e ka të përcaktuara shumë mirë pozicionet e pushteteve. Pushteti ekzekutiv nuk është mbreti i Shqipërisë, është pushteti i drejtësisë me kryegjykatë kushtetuese. SPAK-u, palere kuvendi se kuvendi janë ushtarët e Edi Ramës me listat e mbyllura. Nuk po funksionon shteti. Po të funksionon dhe shteti, Edi Rama nuk bëjmë mbret dhe nuk bënde kurrë coptim në Shqipërisë.